Muaj i shenjtë i Muharremit. Në ajetin 36 të surës Tauba thuhet: vërtet, numri i muajve tek Allahu është 12, sipas librit të Allahut, që prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. 4 prej tyre janë të shenjtë. Një prej muajve të shenjtë është edhe muaji Muharram, i cili është muaj në të cilën ndodhi një tragjedi, të cilën syri i njeriut nuk ka parë të ngjashme me të. Është muaj që ende nuhatet në të aroma e katastrofës e cila ndryshoi historinë dhe lëkundi themelet e tiranisë në përgjithësi dhe tiranisë emevite në veçanti. Është muaj në të cilin është e përshtatshme që zëri të shpërthejë në vajtime dhe të qara dhe sy të derdhin lot pikëllimi. Është muaj në të cilin tragjedia barbare emevite goditi dhe kaputi frytet e shtëpisë së profetësisë dhe korri lulet dhe borzilokët e saj. Si mund ta besoj gjithë këtë tragjedi të madhe prej së cilës rënqefet lëkura dhe dridhen duart sa herë që ajo rikujtohet dhe rishkruhet? Oj qabe të dashurve, oj tokë e masakrës, oj Kerbela, më trego për tragjedit dhe fatkeqësitë që të kanë ndodhur, sepse ti ke qenë dëshmitarja okulare në atë kohë. Oj tokë e Kerbelas, më rrëfe një ngjarje për atyre shumë fatkeqësive e tragjedive që ndodhën te ty, sepse qenia ime është e mbushur me dëshpërim prej asaj masakre. Më rrëfe për diellin që u palos, për hënën e cila nuk u pa dhe për yjet që u shuan për shkak të asaj masakre. Oj tokë e Kerbelas, në të cilën u masakruan të pastërtit dhe të mirët. A të kujtohet zjarri i urrejtjes që ndezi banda tiranike në kopshtin e Ehlibejtit? Oj tokë e Kerbelas, a të kujtohet zjarri që deshi ta fik llampën e udhëzimit dhe të fundos anijen e shpëtimit? Sigurisht, ajo bandë kriminele përfundoi në mbeturinat e historisë, kurse Hyseini pasha qoftë mbi të, është i gjallë dhe i tillë do të qëndrojë deri në fund të kësaj bote, sepse martirët kur nuk vdesin. Ai është Huseini, i biri i Aliut, nipi i të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Borziloku i tij dhe drita e syve të Fatimatul Zahra, paqja qoftë mbi të. Paqja qoftë mbi Imam Huseinin dhe mbi dëshmorët e Kerbelas.